Amerika ka vrarë, ka hëngrë veten gjithmonë për llogarit këtij lobi që ka kapur pak Amerikën, që sot është në formë zyrtare që quhet lobi AIPAC. Na ka dërguar Gjimi Velaj vlla, se kemi harruar edhe me drejt Gogoli thot lexoja donacionin djalit në lart. Na ka bërë një pyetje shumë të bukur. Falenderojmë. Ta gjej pak. Ku është ajo mandje? S'po e gjej dot vlla. Okej, ndërkohë që ti e gjen, doja të vazhdoj argumentin e asaj që quhet kriza që sot në Amerikë. Amerika sot ka mbyllur qeverinë dhe dikush e quan si ndonjë gjë. U sa ndodhi. I kanë bërë nder Trumpit, do ta shikoni, që kanë mbyllur qeverinë, se tash do shkarkojnë nga puna ata që i kanë me të pashkarku. Në pretekstin e mungesës buxhetit qeveritar, Trumpi do shkarkojë nga puna gjithë çka janë ku t'jen, si t'jen, ata që do jenë viktima të votës së demokratëve kundër buxhetit qeverisë amerikane. Do habiteni se sa i leverdis Trumpit, mbyllja e buxhetit qeverisë.